Kërë identiteti vendoset për kompromis. 2 gabime që duhet i bëjë asnjë qeveri. Qeveria Kurti, pa asnjë dyshim, ka shënuar arritje historike për Kosovën dhe për çështjen shqiptare në tërësi. Nga konsolidimi i sovranitetit institucional dhe përballja me presionet ndërkombëtare dhe refuzimin e shtrimit politik, kjo qeveri ka bërë më shumë se shumë paraardhëse së bashku. Këtë nuk e mohon askush që sheh realitetin me sy të lirë. Megjithatë, pikërisht sepse standardi i kësaj qeverie është i lartë, 2 vendime konkrete nuk mund të kalojnë pa kritik, sepse prekin thelbin e identitetit kombëtar shqiptar. Këto nuk janë çështje dytësore, janë çështje parimore, historike dhe identitare. 1. Investimi i parave publike ashtu quajturën trashëgimi islame. Shqiptarët janë një komb europian me identitet të ndërtuar para dhe përtej çdo feje. Kombi shqiptar nuk është krijuar nga feja, por mbjetoi pavarësisht feve. Kjo është e vërteta historike. Rilindje kombëtare shqiptare u ndërtuan mbi parimin. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Naim Frashëri, Pashkovasa, Sami Frashëri, Ismail Qemali, askush prej tyre nuk e konceptoi shtetin shqiptar si bartës të trashëgimisë fetare, por si shtet kombëtar laik, i ndërtuar mbi gjuhën, historinë dhe përkatësinë etnike. Çfarë është problemi? Problemi nuk është ekzistenca e objekteve fetare apo respekti për besimin individual. Problemi lind kur shteti investon para publike për të ndërtuar një identitet fetar, duke quajtur atë trashëgimi kombëtare. Islami në trojet shqiptare nuk është fe autoktone, nuk është bazë e identitetit kombëtar, është produkt i pushtimit osman. Kjo nuk është fyerje, por fakt historik. Ku një shtet shqiptar investon para publike për të promovuar trashëgimi islame, ai zhvendos boshti nga kombëtarja të fetarja. Relativizon rilindjen kombëtare. Hap rrugë për identitete paralele që do bësojnë unitetin kombëtar. Kjo bie ndesh me traditën shtetformuese shqiptare dhe me vetë arsyen pse shqiptarët mbietuan si komb. 2. Kosovar pasaport, një term politik e etnik. Pika e dytë është edhe më e rrezikshme në afat gjatë. Në pasaportën e Kosovës nuk shkruhet shqiptar, por kosovar. Le ta sqarojmë qartë. Kosova është territor politik. Shqiptari është identitet etnik. Termi kosovar nuk është identitet kombëtar. Është konstrukt politik i pasluftës i përdorur për neutralizim etnik. Shkputje simbolike nga kombi shqiptar. Krijim distance artificiale mes shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë. Historikisht, termi kosovar është përdorur nga administratat jugoslave për të shmangur termin shqiptar. Kjo është fakti dokumentuar. Çfarë rreziku sjell kjo? Zëvendësimin gradual të identitetit shqiptar me një identitet administrativ. Dobësimin e lidhjes kombëtare. Normalizimin e një ndarje që nuk është historike, por politike. Askush nuk e mohon shtetësinë e Kosovës, por shtetësia nuk duhet të fshijë përkatësinë etnike. Një shqiptar i Kosovës është shtetas i Republikës së Kosovës. Shqiptar nga kombësia. Kjo ndarje duhet të jetë e qartë edhe në dokumente, edhe në diskurs shtetëror. Po humbasim identitetin në emër të balancave. Shpesh këto vendime justifikohen me multietnicitet, stabilitet, balancë politike. Por historia na ka mësuar një gjë. Kombet nuk zhduken nga luftërat, por nga kompromiset identitare. Askush nuk po kërkon shtet fetar. Askush nuk po kërkon përjashtim të askujt, por po kërkohet ruajtja e boshtit kombëtar shqiptar i cili është laik, europian, i ndërtuar mbi gjuhën dhe historinë, jo mbi fen. Qeveria Kurti meriton respekt për shumë çka, por nuk meriton heshtje kur gabon në çështje identitare. Kombet nuk mbrohen vetëm me polici dhe diplomaci. Mbrohen me simbolik, gjuhë dhe parime. Nëse humbasim këto, as sovraniteti dhe as shteti nuk na shpëtojnë.